Kjo bimë ka çuditur të gjithë mjekët. Çaji i rozmarinës trajton çdo problem shëndetësor. Historia e çajit të rozmarinës është po aq e lartë sa dhe vetë bima. Kjo barishte është e përdorur që në lashtësi për t'i dhënë njeriut një kujtesë shembullore. Rozmarina konsiderohet si një recetë ideale kundër mostretjes, dhimbjeve muskulare dhe problemeve me gjymtyrët. Ajo përmban acid salicilik. Acidi salicilik që gjendet tek rozmarina konsiderohet si një paraardhës i aspirinës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është arsyeja pse çaji i rozmarinës është shumë i suksesshëm në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të caktuara, siç mund të jenë edhe ato të reumatizmës. Kundër bakterieve dhe mikrobeve, çaji i rozmarinës mund të japë përfitime të rëndësishme. Çaji i rozmarinës është i pasur me substanca të cilat luftojnë në mikrobet dhe bakteriet e ndryshme. Këto përbërës që gjenden kryesisht tek çaji janë ideal kundër disa problemeve që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës, dhe përdorimi i rozmarinës në këto raste dhe çaji të saj mund të japë përfitime të rëndësishme kundër këtyre shqetësimeve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Por cilat janë vlerat dhe përfitimet që do të merrni nga përdorimi i çajit të rozmarinës? Çaji i rozmarinës ka ndikim pozitiv në forcën e trurit tuaj. Çaji i rozmarinës do të përmirësojë qarkullimin në tru dhe do të rrisë gjithashtu performancën e kujtesës. Ai mban një ushqyes të quajtur acidi karzonik, që është një alternativë e fuqishme që mbron neuronet nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Rozmarina është një bimë që mund të japë përfitime edhe kundër erës së keqe të gojës. Nëse vuani nga aroma e rëndë e gojës edhe pasi keni larë dhëmbët, atëherë duhet të përdorni çajin e rozmarinës. Pini një gotë çaji çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia dhe i thoni lamtumir erës së keqe të gojës. Personat të cilët kanë irritime të mishrave të dhëmbëve si pasojë e larjes me një forcë të fortë, tashmë mund të kenë një zgjedhje efektive, ndaj rekomandohet që çajin ta konsumoni menjëherë pasi të keni larë dhëmbët. Nëse keni probleme të caktuara shëndetësore, është e rëndësishme që përpara përdorimit të konsultoheni për herë me mjekun tuaj për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorimet e gabuara. Çaji i rozmarinës është i mirë për njerëzit të cilët kanë probleme respiratore. Ai mund të ndihmojë kundër bllokimit të ndryshme të infeksioneve, ftohjes, virozave dhe problemeve të ndryshme të alergjive. Çaji ndihmon edhe kundër dhimbjeve të ndryshme të kokës. Madje mund të lehtësojë edhe shqetësimet tuaja të frymëmarrjes, dhe si i tillë mund të sjellë rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Çaji i rozmarinës mundet të përdoret edhe kundër problemeve tuaja të shëndetit të dobët të mëlçisë. Ndaj është veçanërisht i rëndësishëm që të përdoret me kujdes në regjimet tuaja shëndetësore, dhe rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet fantastike. Por duhet të tregojnë në kujdes. Personat të cilët të vuajnë nga pamjaftueshmëria e hekurit dhe nga anemia duhet ta përdorin me kujdes këtë çaj për të evituar kështu komplikacione në shëndet. Për të evituar gjithashtu edhe problemet e shëndetit tuaj, çaji i rozmarinës duhet të jetë një zgjedhje shumë e fuqishme ushqyese për organizmin në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni nga vlerat që jep çaji i rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja, sigurohuni ta përdorni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të ndikojnë në përmirësimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve në organizmin tuaj. Çaji i rozmarinës është një produkt fantastik me veti të larta ushqyese. Çaji i rozmarinës mund të përdoret për të përmirësuar shëndetin e të gjithë personave, duke përmirësuar trurin, zemrën, gjithashtu edhe shëndetin tuaj të mëlçisë. Çajin e rozmarinës ju mund ta përdorni gjithashtu edhe në forma të ndryshme. Ai është i pasur me substanca të larta ushqyese dhe mund të japë përfitime të mira për shëndetin dhe për organizmin tuaj në tërësi. Çaji nga rozmarina është një nga burimet të shkëlqyera të vitaminave A, B, C, D, E dhe K, dhe jep gjithashtu përfitime unike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të ndikojnë në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithashtu, çaji i rozmarinës do të ndihmojë me tretjen më të mirë të ushqimit. Konsumi i çajit të rozmarinës në dietat tuaja pas një vakti të rënd mund të ndihmojë gjithashtu në relaksimin e muskujve dhe të sistemit tuaj tretës, duke dhënë kështu rezultate konkrete pozitive në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Sigurohuni ta përdorni atë me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja dhe ndikimet që ajo ka në organizëm do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Çaji i rozmarinës mund të stimulojë kujtesën. Rozmarina stimulon funksionet e trurit dhe ka efekte të shkëlqyera në kujtesë dhe në përqendrim. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të rregullt të çajit, ju mund të keni edhe një kujtesë më të mirë dhe një shëndet të saj më të fortë, duke cilësuar atë si një prej zgjedhjeve më të mira fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Rozmarina është një bimë që praktikisht mund t'i hapë shumë përfitime në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët e cilësojnë rozmarinën sepse mund të ndihmojë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin nga ftohja dhe gripi. Kjo pije mund të lehtësojë migrenën, kollitjen dhe kapslëkun, të shkaktuara nga ftohja dhe nga gripi. Filloni dietën tuaj me çaj rozmarine dhe ka veti të shkëlqyera që mund të mbajë larg këto inflamacione, dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë gjithashtu shumë ndihmuese në dobi të vlerave të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët e cilësojnë rozmarinën si një bimë mjaft përmirësuese edhe kundër irritimeve të lëkurës. Çaji i rozmarinës mund t'i japë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj, pasi kështu vlerat e saj fantastike për organizmin do të luajë një rol të mirë parandalues në lehtësimin e këtyre shqetësimeve dhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Çaji i rozmarinës do të ndihmojë në reduktimin e niveleve tuaja stresuese. Pothuajse të gjitha llojerat e çajrave kanë efekte qetësuese në mendje. Përmes konsumit të përditshëm të çajit të rozmarinës, do të reduktoni gjithashtu edhe problemet afatgjata të cilat i shkaktojnë organizmit tuaj nga nivelet e larta të stresit. Sigurohuni ta përdorni çaj në të mirën e shëndetit dhe rezultatet që do të merrni do të luajnë një rol fantastik për organizmin tuaj. Çaji i rozmarinës ka efekte në trajtimin e shumë problemeve shëndetësore, kështu që përfitimet e saj në organizëm do të jenë gjithashtu mbreslënse dhe lehtësuese për organizmin. Rozmarina do të stimulojë nxjerrjen e urinës dhe ka efekte pozitive në mëlçi, si dhe ka efekte të mira kundër bakterieve të ndryshme. Ky çaj do të rekomandohet si për të vegjëlit ashtu edhe për të rriturit, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu gabimet në përdorim dhe kundërindikimet që mund të ketë nëse merrni medikamente të caktuara. Kjo bimë ngre presionin, e gjithashtu mundëson edhe një përqendrim dhe një memorie më të mirë. Disa studime kanë treguar se ajo ka efekte pozitive në tru dhe shkon përtej kësaj, duke forcuar kështu edhe sistemin tuaj imunitar dhe duke lehtësuar edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni që ta përdorni atë në kujdesin e dietës suaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Kjo bimë do të reduktojë gjithashtu edhe problemet që mund të shkaktojnë në tretjen tuaj. Vetëm sigurohuni ta përdorni në kujdesin e duhur dhe përfitimet dhe vlerat që do t'i japin shëndetit do të luajë një rol bazë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Rozmarina është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë ndikime pozitive. Nëse përdoret me kujdesin e duhur dhe brenda standardeve të rekomanduara ditore, efektet që do të merrni nga rozmarina do të jenë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina është një bimë që praktikisht mund të ndikojë në shumë efekte të vlerave të trupit tuaj. Ndaj, nëse merrni medikamente të caktuara dhe vuani nga komplikacione të rënda, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.